Mirëmbrëma e mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket luftës në Europën lindore, por gjithashtu edhe me zhvillimet të cilat në aspektin ushtarak kanë prekur edhe vendin tonë. Ditën e sotme u njoftua nga Ministria e Mbrojtjes se Shqipëria ka marrë sistemet raketore anti-tank Javelin të njohura në mbar botën për faktin se kanë ndryshuar fatet e disa betejave të rëndësishme, ku mes tyre është edhe ajo e Ukrainës. Do të ndalemi në pjesën e parë të War Report për shpjeguar specifikat e këtyre raketave, të cilat ka një lehtësi sa i përket përdorimit të tyre dhe hedhjes së tyre për shkak të një platforme e cila është vazhdimisht e lëvizshme dhe mund të merret kudo. Për të ilustruar disa pamje dhe për të treguar rolin e saj, kam zgjedhur disa video të publikuara në rrjetin social X me përdorimin e tyre nga këto sisteme që mund të mbahen në shpatull nga një apo dy ushtarë dhe është një raketë e cila arrin që të godas me precizion të lartë në një distancë nga 2.5 km deri në 4 km. Duhet thënë është një rrezë e shkurtër veprimi e cila synon që të shkatrojë me njëherë kërcënimet reale që mund të ekzistojnë në frontin e betejës. Është kryesisht e specializuar për njësitë e tankeve. Kjo pamje që po shihni është një tjetër ilustrim që vjen nga Ukraina, ku raketa Javelin është përdorur për të shkatruar një tank ushtarak. Është tetë interesante se si nëpërmjet sensorit saj dhe pamjeve me infrat kuqe, në momentin që lëshohet arrin që të marrë targetin kryesor të objektivit dhe në këtë rast teksa lëshimi i saj duket se është i drejtë, në fakt ajo ka aftësinë për të shkuar dhe për të goditur pikërisht në pjesën e sipërme të tankut, e cila është edhe pjesa më e ndjeshme që mund të sjellë shkatrimin më të madh duke goditur kështu në mënyrë të drejtë për drejtë edhe makinistin i cili drejton tanke të tilla. Është një zhvillim i rëndësishëm, duhet thënë, për Shqipërinë në kuadër të rritjes së shpenzimeve për mbrojtjen, por sigurisht këto njësi janë të rëndësishme edhe përballë kërcënimeve me të cilat po përballet aktualisht Europa. Ministria e Mbrojtjes ka zbuluar se vitin e ardhshëm do të kemi të tjera dërgesa të këtyre raketave Javelin, të cilat janë ndër më të njohura sa i përket fronteve të betejës aktualisht, duke përfshirë edhe Ukrainën në Europën lindore.